Sekretet e humbura të heronjve shqiptar që historia nuk t'i tregon. Sekretet e humbura të heronjve shqiptar shpesh mbeten në hije të fshehura pas rrëfimeve zyrtare që rrallë tregojnë gjithë të vërtetën. Pas çdo figure të lavdëruar, fshihet një botë e gjerë vuajtjesh, sakrificash dhe dilemesh të cilat nuk përfshihen në librat e historisë. Shpesh heronjt paraqiten si të pathyeshëm dhe ideal, por realiteti i tyre ka qenë shumë më njerëzor. Kanë pasur frikë, lodhje, zhgënjime dhe momente të vështira që ndikuan në vendimet e tyre. Pavarësisht kësaj, ata vazhdojnë të luftonin për kauzën që besonin, duke lënë pas një trashëgimi që ne sot e njohim vetëm përjetësisht. Një pjesë e rëndësishme e këtyre sekreteve lidhet me rolin e grave, të cilët kanë dhënë kontribute jashtëzakonshëm, por janë lënë pothuajse të padukshme në histori. Ato kanë luftuar krah për krah me burrat, kanë mbrojtur familjet dhe trojet, kanë mbajtur gjallë gjuhën dhe traditën. E gjithsesi, emrat e tyre shpesh mungojnë në faqe zyrtare, po aq të panjohur janë edhe heronjt anonim. Ata që luftuan për kërkuar famë, që dhanë gjithçka pa marrë asgjë, që srehuan të përndjekurit, shpërndan libra në fshehtësi apo ruajtën identitetin shqiptar në kohët më të errëta. Ata nuk kanë monumente, por pa ta, historia nuk do të ishte ajo që njohim sot. Shpesh historia ka zgjedhur të heshtë edhe për polemikat dhe konfliktet brenda vetë figurave të mëdha. Heronjt tanë kanë pasur kundërshtar, kanë bërë gabime dhe kanë marrë vendime të vështira që nuk përputhen gjithmonë me imazhin e idealizuar që paraqitet sot. Sidoqoftë, pikërisht këto momente tregojnë realitetin e ndërlikuar të kohës dhe forcojnë bindjen se madhështia e tyre buronte nga fakti se ishin njerëz që vepruan në rrethana të jashtëzakonshme. Sakrificat e tyre të padokumentuara janë ndër sekretet më prekse, pasuritë e humbura, familje të subtuara, identitete të rrezikuara, veprat e kryera fshehura si vetëm që kombi të mbjetonte. Ka histori që nuk janë shkruar kurrë, por që jetojnë në kujdesin e popullit. Fshatra të tëra që u dogjen për të mbrojtur një besë. Mësues që u burgosen sepse mësuan shqip, përjetës që zgjodhen heshtjen për të shmangur gjakderdhjen apo përçarjen. Të gjitha këto janë pjesë të një mozaiku të madh që nuk shfaqet i plot në librat zyrtar. Këto sekrete të humbura nuk janë thjesht boshllëqe në histori, por pasqyrime të realitetit të vështirë të një kombi që ka luftuar për ekzistencën e tij. Ato tregojnë se heronjt shqiptar janë më shumë se sa emra dhe data. Ata janë histori të gjalla të guximit, qëndrueshmërisë dhe sakrificës njerëzore që meriton të zbulohet e të kuptohet thellë.